Policia e Lezhës ka zhvilluar rastin e një vjedhje të ndodhur me 14 mars në shkollën Beslidhja, ku një grup i përbërë nga një i rritur dhe 5 të mitur sulmon objektivin arsimor në pasditën e asaj dite. 22 vjeçari sipas hetimeve dyshohet se ka nxitur dhe koordinuar veprimet e të miturve, 3 prej të cilëve janë nxënës të shkollës. Ata kanë arritur të marrin 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serverin qendror të kamerave të sigurisë, duke dëmtuar dyert e shkollave për të fituar akses. Pas së vjedhjes, pajisjet u transportuan në automjetin tip Volkswagen të 22 vjeçarit, ndërsa disa u fshehen në bodrumin e një pallati në ndërtim dhe pjesa tjetër në banesën e tij. Policia lokalizoi dhe sekuestroi 16 pajisje në automjet bashkë me makinën. Hetimet janë ende në vazhdim, ndërsa uniformat blu po punojnë për të rikuperuar çdo pajisje tjetër të humbur dhe për të përcaktuar rolin e secilit të mitur në këtë ngjarje. Rasti ka shkaktuar shqetësim te prindërit dhe komuniteti lokal, duke theksuar nevojën për masa më të forta sigurie në shkolla dhe bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve arsimore dhe organeve të rendit.